Filloj me recetën. Së pari për këtë recetë na nevojiten 400 gram biskota. Pra 2 pako si këtu, marrim biskotat dhe i ndajmë në pjesë më të vogla. Është ëmbëlsirë që përgatitet pa pjek, por në të njëjtën kohë përgatitet shpejt. Pasi që të përfundoj, kështu, ngadal me të gjitha biskotat, tash vazhdojmë përgatisim edhe pudingon. Në tenxhere hedhim 1 litër qumsht. Tek qumshti shtojmë sheqerin. 7 lugë të gjellës sheqer. Përpos sheqerit shtojmë 3 pako me puding vanilje. 3 pako nga 40 gram. E përzim me lugë që të tretet mirë pudingu e pastaj vazhdojmë edhe pudingun e ziejmë. Vazhdojmë me ziejmë pudingun sikurse çdo puding tjetër, duke e përzi vazhdimisht që mos të ngjitet. Pasi është zier, menjëherë shtojmë 125 gram djalp ose margarin, kështu sa është e nxehtë sepse më lehtë shkrihet. Këtu shtojmë edhe 200 ml krem hopla ose krem pana, përgatim për ëmbëlsira. Vazhdojmë i përzim derisa të fitohet masa, pra të bashkohen të gjithë përbërësit. Dhe kjo është kremi më i mirë që po e përgatisim për këtë ëmbëlsirë. Kështu pra me njëherë të nxehtë pudingun e hedhim tek biskotat, por para se ta hedhim pudingun, ne marrim edhe 3 banane. Vazhdojmë edhe bananët i shtojmë tek biskotat. Bananët fillimisht do t'i ndajmë në pjesë të vogla, si të doni pra mundeni me i nda. Kështu pra në pjesë të vogla, 3 banane. Dhe pasi të përfundojmë e shtojmë pudingun. Krejt përbërësit pra i bënëm bashk. Edhe tash vazhdojmë edhe i përzim me lugë. Kështu derisa të përzihet masa. Për 2-3 minuta i përzini mirë e pastaj masën e përgatitur e hedhim në tepsi. Tash po e hedhim në tepsi. Vazhdojmë edhe e hapim në tërë tepsijën, atë sa është tepsia, pra japim formën e tepsijës, do ta mbulojmë me foli, nylon foli, edhe e la që të ftohet për 15 minuta. Pas 15 minutave, ëmbëlsirën e kemi gati, pra është ftohtë pak, mundeni t'i hedhni vetëm kokozmbe dhe ta leni ashtu, por për t'i dhënë një dekor pak më shumë edhe shije pak më shumë, këtu kemi 400 ml krem hopla ose pana, të cilët i kemi rrahur me mikser, edhe tash ja hedhim mbi ëmbëlsirës. Pra kjo do t'i jep edhe një shije pak më ndryshe, por thash mund ta leni edhe vetëm ashtu siç është, me biskota, vetëm se i shtoni pak kokozmbe edhe ëmbëlsirën, do ta leni që të ftohet e pastaj mundeni me e servu. Kështu pra vazhdojmë tash, e shtrim mirë, mbi po i hedhim pak kokoz dhe do i hedhim edhe pak çokoladë të grimcuar. Kështu pastaj ëmbëlsirën e leni që të ftohet tërësisht e mandej mundeni me servu. Nëse e provoni, ju bëft mirë.
Kjo është receta. Këtu kemi ëmbëlsirën, edhe do ta provojmë tash se si është të bërë. Kjo ëmbëlsirë do ju shijoj shumë, për shkak se ka edhe banane, edhe vërtet shija është e mrekullueshme. Nëse do ta provoni, ju bëf të mirë. Me receta të reja shihemi së shpejti. Mirëmbëjtje.